Pas përplasjeve të ditëve të fundit mes drejtuesve të klubit futbollit Vllaznia dhe përfaqësuesve të Bashkisë së Shkodrës, ekipi shkodran përfundon ta luajë ndeshjen e parë të Conference League në Elbasan Arena. Vendimi i marrë nga drejtuesit e klubit futbollit Vllaznia është bërë publik në rrjetet sociale, ku theksohet se të njëjtën e 10 korrikut ora 20, Vllaznia do ta luajë ndeshjen e parë në Elbasan Arena. Debati mes palëve lindi për shkak të një vendimi të Bashkisë së Shkodrës lidhur me mbajtjen në datën 21 qershor të një koncerti recital të mjeshtrit të madh Bujar Çamili në mjediset e stadiumit Loro Boriçi, gjë që u kundërshtua nga presidenti i klubit Vllaznia Alban Xhaferi me argumentin se po dëmtohet pjesëmarrja në ndeshjet ndërkombëtare të skuadrës shkodrane. Vendosmëria e drejtuesve të Bashkisë së Shkodrës për të mbajtur këtë koncert shkoi në përplasje të forta në distancë mes palëve dhe me akuza të ndërsjellta, deri në vendimin e marrë pikërisht këtë 18 qershor, kur klubi Vllaznia ka vendosur që ta luajë ndeshjen në Elbasan Arena. Edhe presidenti Alban Xhaferi, në një status në rrjetin social Facebook, argumenton vendimin e marrë duke theksuar: Të dashur tifozë të Vllaznisë dhe qytetarë të Shkodrës, sot jemi përballë një realiteti të dhimbshëm. KF Vllaznia për herë të parë në historinë e saj 106 vjeçare nuk do ta zhvillojë në Shkodër ndeshjen ndërkombëtare për Kupat e Europës. Kjo është një plagë për sportin, për qytetin dhe për të gjithë ata që ndihen pjesë e kësaj historie. Pas komunikimeve të pandërprera me FSHF dhe UEFA, kanë sugjeruar që në këtë situatë nuk kemi zgjidhje tjetër vetëm se të luajmë në një stadium tjetër të licencuar. Jemi të detyruar ta zhvendosim ndeshjen në Elbasan Arena për shkak të një vendimi të njëanshëm dhe të pashpjegueshëm të Bashkisë Shkodër, cila ka vendosur të zhvillojë koncert në stadiumin Loro Boriçi, duke shpërfillur çdo marrëveshje zyrtare, duke injoruar plotësisht klubin, institucionet zyrtare të futbollit shqiptar, çdo paralajmërim dhe mbi të gjitha duke injoruar interesin e qytetit. Klubi i futbollit Vllaznia është shtollhequr në këtë situatë nga një parim i vetëm të mbrojë dinjitetin e klubit dhe të mos lejojë që për hir të eventeve të përkohshme të cënohet emri dhe serioziteti i tij në arenën ndërkombëtare. E them me bindje, ky nuk është vendim përçarës, por vendim i pjekur, i matur dhe i drejtë. Jam i bindur që çdo autoritet që ndjek me kujdes zhvillimet në vend do ta kuptojë qartë ku qëndron përgjegjësia. Tifozë të Vllaznisë, koha për t'u bërë një, ne do të luajmë në Elbasan Arena, por me zemrën në Shkodër. E janë të gjithë bashkë me zërin dhe ngjyrat kuqe-blu, që të tregojmë qytetarisë dhe të mbështesim djemt ton, si asnjëherë tjetër në rrugtimin tonë europian. Vllaznia është krenaria jonë dhe nuk përkulet para askujt, përfundon Xhaferi. Pas vendimit të klubit dhe reagimit të presidentit të KF Vllaznia Alban Xhaferi, nuk ka vonuar të vijë edhe reagimi i kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci, i cili në këtë situatë të krijuar ka vendosur që të anullojë mbajtjen e koncertit në stadium dhe ta zhvendos atë përpara sheshit të bashkisë. Të nderuar bashkëqytetar, këtë ditë jemi të gjithë dëshmitar të një debati artificial e qartësit të nxitur nga interesa personale lidhur me përdorimin e stadiumit Loro Boriçi për realizimin e koncertit të mjeshtrit të madh Bujar Çamili. Me stafin e bashkisë kemi bashkëpunuar me shumë dëshirë për të krijuar mundësinë e një koncerti të veçantë për një nga artistët më të rëndësishëm të këngës popullore shkodrane, dhurat për gjithë ardashësit. Sigurisht duke patur parasysh funksionin kryesor sportiv të stadiumit, organizimi i koncertit është menduar në mënyrë të tillë që të mos sënojë në asnjë mënyrë fushën, si dhe stadiumi të jetë në gjendje optimale për ndeshjet ndërkombëtare të Vllaznisë. Njëkohësisht kuptoi se një val informacionesh të pavërteta rreth dëmit që mund t'i sjellë stadiumi të organizimi i koncertit ka shqetësuar jo pak tifozë të Vllaznisë. Njerëzit shpesh e kanë të thjeshtë përfshihen nga tymnaja që kërkon ta çojë vëmendjen në frikrat panevojshme kur s'ka mundësinë të përballet me ato reale. Koha është gjithmonë e duhur për treguar çfarë është realisht problemi, cilat janë qëllimet që nxisin palët në këto qëndrime kundërshtuese. Por si drejtuesi i Bashkisë Shkodër nuk kam asnjë dëshirë që edhe në mënyrë të paqëllimshme, organizimet e institucionit që ju më keni dhënë privilegjin të drejtoj, të shfrytëzohen për të krijuar ndasi apo përballje artificiale. Me tagrin që më jep detyra, por mbi gjitha me dëshirën e fortë që festa dikujt të mos kryej shqetësimet e askush tjetër, dua t'ju njoftoj se ne do ta zhvendosim koncertin në oborrin e përbashkët të gjithë qytetarëve shkodran para Bashkisë Shkodër. Duke uruar sukses e Vllaznisë në aventurën europiane, juftoj të gjithëve të jemi pjesë e koncertit madhështor të këngëtarit Bujar Çamili në mbrëmjen e 21 qerëshorit. Le të shërbejë ky koncert edhe si augur i mirë për ngjyrat kuqe-blu të Vllaznisë, simboli i qytetit ton. Jam i sigurt që do të jetë një mbrëmje e paharrueshme, përfundon reagimin e tij Beci.